Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi janë bërë sërish bashkë kundër SPAK në betejën ligjore në gjykatën e posaçme. Ish bashkëshortët nën akuzë për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie i kërkuan gjykatës së posaçme transmetim mediatik të seancës gjyqësore. Dua t'ju kërkoj ta shikoni edhe një herë çështjen e transmetimit, ashtu sikurse ne kemi argumentet tona sa i takon konventës europiane të kësaj çështjeje. Por ne jemi referuar shteteve ku media është e pavarur. Raporti OSBE-s tregon se media është 90% e varur dhe e kontrolluar nga qeveria. Nuk shoh asnjë arsye pse ky proces të mos jepet live. Ju vërtet thoni që merrni raportimin nga gazetarët e nderuar këtu, por përderisa media është e kontrolluar, edhe si president, edhe si kryeministër ua kërkoj. Për sa i përket çështjes së kafazit, nuk më intereson shumë, është në dorën tuaj. Por në ndryshim nga avokati, unë nuk e kërkoj për veten time, për shkak të funksioneve që kam mbajtur. Transmetimin e kërkoj për shkak të funksioneve që kam ushtruar, të dytën jo. Monika Kryemadhi kërkoi pasqyrimin direkt në media pasi është e vetmja mënyrë sipas saj për transparencë. Duke qenë se jam vetë fajtore e këtij procesi gjyqësor, unë e di çfarë kam shkaktuar. Dua që të garantohet transmetimi. Për ne është më i rëndësishëm gjykimi mediatik, publik. Ne nuk jemi njerëz të zakonshëm. Ne kemi qenë prezent kur u fsheh ngjarja e zvarritjes në Zvërnec, më pas u bë publike. Tani imagjinoni sot kur u mor zvarr presidenti i Republikës nga 5 polic, 2 prej tyre të cilët sot janë arrestuar, se si ngjarja u tentua të mos bëhej publike. Trupa e posaçme drejtësisë vendosi të rrëzojë kërkesën për nxjerrje nga kafazi i qelçësit të pabazuar në ligj, pasi vendimet të cilat mbrojtja i referohet të lidhen me të pandehur që mbahen në kafaz të hekurt. Janë krijuar ambiente që bëjnë të pandehurin të qëndrojnë në sallë pa i cënuar dinjiteti dhe garantojnë kushte normale për vijimin e seancës. Struktura i lejon të pandehurit që të marrë pjesë në seancë e të komunikojë me gjykatën, tha gjyqtari Erion Bani. Tani më, Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi do t'u duhet të mbrohen kundër akuzave që rëndojnë mbi ta në proces të zakonshëm gjyqësor. Ndërsa të bashkëpandehurit e tjerë, ema Monika Kryemadhit, Fatime, Ema Çoku bashkëpunëtore e saj dhe Piro Xhixho do të përballen me drejtësinë në procedurë të shkurtuar.